A do të dënohemi për mos faljen e namazit në kohën e kaluar, edhe nëse pendohemi? Parimisht besimtari, në momentin që e merr vesh se namazi është farz, zban me lanë, edhe i kanë ikë namazet në të kaluarën, ai duhet mu pendu sinqerisht për ata, pa për të kaluar. Edhe mos me përsërit atë gabim. Çka me bo me namazet që si ka falë për para? S'ka nevoj me i falë, kjo është më e sakta. S'ka nevoj me i falë. Këtë bazojmë në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thot pendimi i fshin gjunat e kaluara. Nuk e ke ditë, se ke ditë rëndësinë, nuk të ka tregu kush, tash e ke marrë vesh që namazi zban me ulan, pendohu te Allahu për të kaluarën, edhe mjafton, nuk ka nevoj me i bë kompenzim kaza ato namazet që të kanë ikë. E kuptove? Elhamdulillah që Allahu xhel kalon alternativ der qel për çdo situatë. E rëndësishme, tash e mas që ke kuptuar rëndësinë e namazit, mos e lë namazin. Aman mos e lë namazin. Allahu të forcoft, të bekoft, edhe të nderoft. Amin.